Një ngjarje e rëndë ndodhi në Pej ku dy vëllezër humbën jetën ditën e diel. Bëhet fjalë për dy vëllezër të cilët për shkak të një aksidenti vllai i vogël humbi jetën e më pas si pasojë e traumës që pasoi nga lajmi ka ndruar jetë dhe vllau tjetër. Për të folur mbi këtë ngjarje të rëndë kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Faton Mehmeti. Faton, faleminderit shumë për intervistën. Juve. Faton, mund na thoni më shumë mbi rrethanat e ngjarjes? Po, bëhet fjalë pra për dy vëllezër cilët kanë vdekur në njëjtën ditë pra në Pej me 10-in të 5 të këtij muajit, kështu që me pak fjalë ngjarja është e rëndë, kuptimin e asaj që dy vëllezër kanë ndruar jetë brenda një ditës, mirë, po ngjarja nuk është ashtu siç ju interpretuat, pra ngjarja është pak më ndryshe. Vllai tjetër bashkimi ka qenë që një kohë gjatë duke vuajtur me smundjen e kancerit, ndërsa vllai tjetër gazmendi ka ardhur për shkak të gjendjes së rëndë të vllait të tij bashkimit, i cili në komunën në Pej, në qytet, pra ka një këmbimor edhe me thonë, sipas informacione, pra kushtet ekonomike i ka pasur të mira, mirë po ka që një kohë gjatë që vuan nga smundja e kancerit, derisa vllai tjetër, pra gazmendi, është kthyer nga Gjermania për të qëndruar afër vllait të tij dhe gjatë qëndrimit të tij në një aksident me motocikletë ka humbur jetën. Kështu që ka qenë krejt të rastësi vdekja e dyve brenda një ditës, nuk është se bashkimi ka pas ndonjë tronditje të rëndë për shkak të humbjes së vllait, sepse edhe ashtu ishte në ditët e tij të fundit të jetës, edhe sipas mjekëve që i kishin thënë, prandaj edhe vllai tjetër kishte ardhur nga Gjermania për të qëndruar pranë. Të dy vëllezërit kanë lënë grua dhe fëmijët, njëri ka tre djem edhe një vajzë, edhe tjetri me sa kam informacione, pra i ka dy djem, jo, njëri ka në fakt dy djem edhe një vajzë, njëri ka vetëm 4 djem. Pra bashkimi ka vetëm 4 djem, ndërsa gazmendi ka 2 djem edhe një vajzë. Dhe prindrit që i kanë në jetë, të cilët kanë qenë të tronditur nga kjo ngjarje, mirë po ka qenë krejt rastësi kjo tragjedi që e ka kapluar një prej familje më të njohur pra në Pej, të cilët janë të shokuar nga kjo tragjedi, sepse të dytë ishin në një moshë fare të re, nuk ishin të vjetër, diku afër moshës 50 vjeçare, pra të dytë, kështu që është vërtet një lajm i tresht, jo vetëm për familjen, por edhe komunitetin që i ka njohur. Faton, në çfarë rrethanash ka ndodhur aksidenti? Kemi ndonjë informacion? Aksidenti ka ndodhur pra në komunën e Pejës dhe ka qenë një aksident me motocikletë, një përplasje që ka pasur mes motocikletës dhe një veture dhe pranaj ka humbur jetën. Pra kjo humbje fatmirësisht nga ky aksident ka fatmirësisht, po them, kuptimin e asaj që nuk ka pasur të lënduar të tjerë, mirë po fatkeqësisht që gazmendi pra ka ndruar jetën, mirë po në gjithë këtë tragjedi e mira e së mirës është që nuk ka pasur të tjerë të vdekur, sepse mundësia për të pasur të tjerë të vdekur nga ky aksident nuk është se ka qenë ai vogël, mirë po gjithsesi lajm i tresht për familjen dhe për komunitetin, po e them prapë, po ka qenë një ngjarje që ka ndodhur mes një motociklete, cilën e ngiste gazmendi, i cili kishte ardhur nga Gjermania në kas për të qëndruar vllai i tij pranë në ditët e tij të fundit. Faton, do të diskutoj me ty dhe një informacion që ka dalur nga shtypi i Kosovës, ku theksoi që ka pasur një kërcënim ndaj kryeministit të Kosovës, zotit Albin Kurti. Çfarë kërcënimi është ky dhe nga kush ka ardhur ky kërcënim? Po ka pas nga një organizatë serbe nga lokacioni nga Novi Sadi një kërcënim nga një organizatë famkeqe serbe, e cila ka kërcënuar kryeministin Kurti me vdekje dhe institucionet e Kosovës, institucionet e sigurisë, pra kanë marrë gjitha masat për t'i ofruar kryeministrit siguri shtesë, në veçanti në këtë ditë kur pritet edhe të hapet fushata për zgjedhjet e 7 qershorit. Aktivitetet e kryeministit sigurisht do të jenë më të ngjeshura dhe mundësia pra për të pasur një sulm eventual do të jetë më e madhe, prandaj edhe institucionet kanë ofruar më tepër siguri dhe e kanë lokalizuar
edhe organizatën e cila ka përmes një emaili e kanë kërcënu kryeministin Kurti me vdekje. Kjo krejt është si pasojë e shtrirjes së sovranitetit nga institucionet e Kosovës në veri të vendit, atje ku bandat serbe në krye me Radojqićin kanë pasur si parajs pra veriun e Kosovës për shkak se kanë futur edhe tregti të armëve, të narkotikëve dhe kriptovalutat në atë pjesë kanë qenë vërtet fitimprurse dhe kujtojmë që institucionet e Kosovës kur e kanë shtrirë sovranitetin në veri i kanë gjetë dikun 12 laborator të drogës, 9 prej cilave kanë qenë të Radojqićit, kryekriminalit serb i cili është përgjegjës për rastin Banjsk dhe i cili nga institucionet e Kosovës është akuzuar dhe është denoncuar për pjesëmarrje edhe gjendet në listën e Interpolit nga institucionet e Kosovës për shkak të krimeve që ka bërë të krimeve në veri, jo vetëm në rastin e Banjskës, mirë po edhe në përgjithësi. Pra, kjo organizatë është e lidhur direkt me Radojqićin, Radojqić është në mënyrë direkte i lidhur me Vučićin, kështu që këto kërcënime sigurisht janë rezultat i shtrirjes së sovranitetit të Kosovës në veri, atje ku parajsa e kriminalëve është prishur para me ardhin e kryeministit Kurti. Prandaj edhe këto kërcënime sigurisht janë po themin të arsyeshme në kuptimin e asaj që janë të kuptueshme për çfarë arsye ka ndodhur, mirë po them prapë institucionet kanë marrë masa të mjaftueshme dhe besoj që jeta e kryeministit është e mbrojtur në mënyrë maksimale nga organet e sigurisë, mirë po gjithsesi vigjilenca asnjëherë nuk është e tepërt, prandaj duhet me pas shumë kujdes, edhe unë besoj që në këtë fushat do të ketë edhe më tepër kërcënime ndaj kryeministit Kurti, ka mundësi të ketë edhe ndaj të tjerëve, mirë po ndaj kryeministit Kurti do të jenë më të theksuara për shkak të narracionit të tij të njohur në raport me Serbinë dhe bandat atje. Paton si pritet të jetë klima në këto zgjedhje, pra do ketë shtim më shumë të sigurisë në Kosovë, do ketë monitorim, policia do kalojë në gatishmëri, pra çfarë masash konkrete pritet merren gjatë zhvillimit të fushatës elektorale po edhe të zgjedhjeve? Nuk pritet të ketë ndonjë shtim të sigurisë në kuptimin e asaj që të ketë ndonjë indikacion që mund të ketë trazira, sepse mirë po fjaluri politik do të jetë më jashpër, gjuha, narracioni politik do të jetë më jashpër se në zgjedhjet e kaluara, kur dihet se divergjencat në mes kryeministit Kurtit, liderit të Lëvizjes Vetëvendosje dhe partive opozitare është më i theksuar se më parë, në veçanti me ribashkimi i Vjosës me LDK-n pritet që të ketë një ashpërsim ndaj kryeministit Kurti dhe anasjelltas, gjithashtu pritet që edhe zotëri Limaj me shumë gjashtë të rikthehet PDK, prandaj për ta dëshmuar veten ai do të ketë një narracion më të theksuar ndaj kryeministit Kurti, pra narracioni politik do të jetë më jashpër në sozat e besoj një normaliteti politik, mirë po nuk pritet që të ketë si thuash nga jashtë ndonjë sulm përveç që e diskutuam më herët kërcënimin ndaj kryeministit, mirë po unë nuk pres që të ketë ndonjë dhe shpresoj që të mos ketë ndonjë incident të nga jashtë apo edhe nga brenda, po ne realisht si shoqëri po mendoj shoqëria në përgjithësi shqiptare e Kosovës është e pjekur në atë mos që nuk është si para pas luftës më njëherë ku ka qenë më agresive politikisht ndaj njëra tjetrës, tashmë njerëzit e kanë votën dhe cili shkon në fund dhe voton, kështu që nuk është se dikush mund të rrihet ose të vritet për çështje politike në Kosovë, nuk ka të kaluar ajo kohë, por brenda sozave normale do të ketë një narracion politik më të theksuar se më parë, krejt kjo me qëllim për të fituar pojena politik, po nuk është se organet e sigurisë pra kanë bërë ndonjë plan ekstra ose ad hoc, si me thonë, për këto zgjedhje, kështu që nuk pres që të ketë diçka tjetër, por
Kështu është momentalisht klima politike dhe sigurisë në vend, me shpresën që s'do të ndryshojë diçka në të ardhmen. Faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësia ime.